Një thirrje e pazakontë ju është bërë qytetarëve të Lezhës. Duhet të braktisin tregun me produkte shtazore. Inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit u kujtuan pikërisht në prag të vitit të ri. AKU-ja Qarku të Lezhës është organizuar në gjithë qarkun për kontrollin e magazinave të shumicës, thertoreve dhe magazinave të peshkut, gjithashtu dhe marketeve dhe supermarketeve të gjithë qarkut tonë. Duke parë situatën e papranueshme të tregtimit produkte me origjinë shtazore, unë i kërkoj konsumatorit që të largohen nga ky treg, meqense produkte shtazore shiten jashtë kushteve të tregtimit dhe pa shoqëruara me fletë analizë dhe certifikat veterinare, çka është një rrezik i madh për konsumatorin. Pra, në prag këtyre fezave thirrje që ata të papërgatitur për këtë thirrje të gjithë pranojnë problemet. Por si zgjidhje për konsumatorin, bashkia ka zgjedhur të shpeshtojë kontrollet. Në vazhdim do jemi në funksion, në bashkëpunim edhe me AKU-n, me policinë bashkiake, që të bëjmë zgjidhjet më të mira dhe të mundshme për tregun e Lezhës, në mënyrë të veçantë për siguru ushqimin të konsumatorit lezhan. Ky reagim erdhi menjëherë gjatë një kontrollit përbashkët të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Lezhë, Zyrës për mbrojtjen e konsumatorit dhe Policisë Bashkiake, të cilat ushtruan një kontroll në tregun e lirë të qytetit të Lezhës.